që bazë është levodopa, e cila përdor për trajtimin e Parkinsonit. Parkinsoni nuk është gjithmonë vetëm smundje idiopatike që nuk dihet shkaku. Po e përmend një rast, kam pas një pacient relativisht i ri me simptomatologji tipike të Parkinsonit. Duhet t'ja përmend edhe një rast tjetër për diçka tjetër. Një pacient i cili vjen me simptomatologji tipike të Parkinsonit. Mirë po, rutinë është që duhet bëhet një rezonancë magnetike. I bëjmë një rezonancë magnetike në rezonancë, edhe kur e kem bë incizimin e shohim një lloj tumori në kokë, po për fat të mirë të pacientit ishte tumor meningeom, tumor benin, cilin pacienti e ka hjek, dridhja është eliminu, unë sot e takoj, më pas edhe familjar tjerë tina pacient, edhe një gjallë shumë i mirë dhe jam gëzu, nuk mundesh me marrë më sa mirë. Dhe ka shpart, dyshimet kanë qenë për Parkinson dhe ka dalë diçka tjetër. Ka dalë diçka tjetër. Ndëgjoj, ka dalë një tumor i trunit që fillimisht themi, keq që ka dalë, më mirë që ka dalë. Se ju ka hjek edhe s'ka të losha, që sa vite, s'ka asnjë problem, se ka dalë një tumor benin, i cili është larguar dhe mos s'ka të losha, s'ka as Parkinson, s'ka kurrë. Ose raste tjera janë smundjen e Parkinsonit mund të imitojnë medikamentet. Janë barna të cilat përdoren në psikiatri, neuroleptikt. Neuroleptikt shkaktojnë sindrom ekstrapiramidale. Sindrom ekstrapiramidale është gati smundje Parkinsonit, se edhe smundja Parkinsonit është ndryshe quhet smundje sistemit ekstrapiramidal. Është një lloj sindrome ekstrapiramidale. Një vajzë, diku 25-6 vjeçare, e cila kishte një politraum, ka pas një lëndim, ka qenë gjendje komatoze për pak ditë, mandej është kthy, mirë, po ka qenë konfuze kur është kthy, edhe i kanë fillu me trajtu me neuroleptik. Mirë, po çka ka qenë e keqja, jo pse ka fillu me trajtu me neuroleptik, po ka qenë e keqja që ato neuroleptik kanë vazhdu me përdorë, dhe mbasi pacienti është stabilizu. Edhe më vjen në karrocë pacientja 25 vjeçare, Parkinson, shikimin e parë Parkinson tipik. Mirë, po mandej kur i mora dokumentacionin me pa gjatë kulumtimeve, dyshimi bazë ishte që s'ishte Parkinson, po ishte sindrom ekstrapiramidale për shkak medikamenteve. Normal medikamentet është dhënë një medikament i cili përdoret e sindrom ekstrapiramidale, dhe vajza sot s'ka kurrë këtë shnosh. Jo, po s'ka kurrë. Është shnosh si kretina. Prandaj edhe gjithmonë duhet kemi kujdes ku marrim shërbim dhe ku drejtohemi. Unë gjithmonë e tham, për çdo lloj të ndryshimeve duhet të marrim mendimin e profesionistëve. Një neurolog i mirë, një vend serioz ku i ka mjetet avancuara, inovative që përdoren në mbar botën, siç është edhe Spitali Rezonanca, dhe nuk e rrezikojmë jetën tonë edhe duke u kontrolluar gabim, edhe duke u trajtuar gabim.